Kur mos pini kafe apo zgjoheni nga gjumi? Ja pse? Sapo zgjoheni ajo që doni më shumë është kafeja, megjithatë konsumimi i saj sapo zgjoheni mund të mos jetë gjëja më e mirë për trupin tuaj. Kafeja në mëngjes mund të ndikojë në ndryshimin që do të ndjeni në disponimin tuaj gjatë gjithë ditës, mund të ndikojë në mënyrën se si trupi juaj thithujnë dhe bën të ndjeni simptoma të ngjashme me ato të dehidrimit. Pirja e kafes kur zgjoheni mundet që të rrisë sekretimin e kortizolit në qarkullimin e gjakut, i cili mundet të shkaktojë pasoja si ndryshimi i ditës së ovulimit, peshës edhe ekuilibrit hormonal. Përveç këtyre, kafeja mund të shkaktojë një rritje të prodhimit të acidit në stomak, duke shkaktuar rrëdhimbje stomaku. Për këtë arsye, pirja e kafes rekomandohet rreth 2 orë pas zgjimit. Prandaj, herën tjetër tregohuni të vëmendshëm të konsumoni diçka para konsumit të kafes.